Po pjesërisht i skuqen syt dhe kanë nxirje. Kemi fol me këto energji negative na janë shumë mirë kemi bërë, shumë mirë kemi bërë. Jo, nuk dua më energji negative, nuk dua më. Ne jemi pozitive, ne jemi pozitive, ne jemi në vibe këtu tani. Po, në vibe dhe në media 6 jemi gjithmonë pozitiv dhe pozitiv do jemi gjithmonë. Atëherë do ta bëjmë tani, erdhi momenti të shikojmë parashikimin javor. Parashikimin javor për të gjitha shenjat të horoskopit, si do jetë shenja më me fat, kush do jetë me fat. Edhe do na bësh atë më dominantja. Po më dominantja. Ose ka jo dominantja. Kush është më dominant në shtrat, cila shenjë? Kush është më i fuqishëm në shtrat po ti? Do e themi në fund fare. Në fund fare. Kështu që na shikojnë deri tani dhe në fund të gjithë tu prit kush është më dominuesi. Do bëjmë parashikimi për shenjat e dashit, duke për të parë situatën, si do jetë energjia e shenjës së dashit. Nisi me dashin. Dashi do e ndirë vetëm pak, do ketë pak krisje në partneritet, për momentin mund të ketë gjërat pezët, po do zgjidhen gjërat me kreativitet, gjatë javës mund të ketë pengesa, po do e plotësojnë dëshira, do jenë nga ana financiare do jenë të lëkundur, po do stabilizojnë gjërat, mos marrin, duhet japin drejtim vetes të tyre, duhet të kenë kujdes nga persona të tretë, se gjatë javës dikush mund t'i prishi dhe planet, do kenë një komunikim të vazhdueshëm me universin dhe në fund fare do kenë një balancim. Do gjenë shërim shpirtëror, shenja dashit. Demi, për demin, dikush duhet të ketë kujdes shenjë demi, se dikush ka hyrë në mendimet e tyre, ka lexuar mendimet e tyre dhe mund të jetë një person që është përbetuar për ta marrë ndaj kësaj shenje, por do e kanë kapur situatën në dorë. Do me thënë një dem do reflektojë dhe do e kapi gjërat në ajër. Duhet të ketë kujdes nga persona që kanë spionazhin, do jenë në pritje të shumë lajë, dikush do ja presi në mes, mund të jetë pak errësirë, mund të ketë pak pengesa, po përsëri do stabilizohen. Do zbuloj gënjeshtra, mashtrime, manipulime dhe çdo gjë do dalë sheshit. E vërteta do dalë në shesh. Dashuri pasionante, pak pengesa në partneritet, mund të ketë dhe një bashkëpunim binjak ose dem, ose një ortak, ose një biznes, po do jetë diçka pozitive. Kërkon të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre, çështje ligjore, nëse një dem ka të bëjë me një dokument ose diçka tjetër, do stabilizojnë gjërat. Do ketë takime, telefonata, rikthime, udhëtime dhe çdo situatë ka dalë furishëm. Çdo situatë do ketë një ngritje ekonomike financiare, nga ana shpirtërore do gjejë një qetësi shpirtërore, do jetë një familje kompletuar, një dëshirë atyre do bëhet realitet dhe do ketë një lek të papritur, një mundësi për të ecur përpara dhe rrugët do i ketë të hapura një dem, pavarësisht që ka pasur situata të vështira, dema do ecin përpara. Binjakët do kenë përfitime, nëse kanë biznesin e tyre, do kenë përfitime në biznesin e tyre dhe që nga shumë bamirë, si pëlqen të bëjnë bamirësi. Binjakët. Duhen të kenë kujdes nga persona që janë me dy fytyra, janë marrë një lutje, janë lutur Zotit për diçka, do firmosin kontrata, do jenë të vendosur, do bëjnë udhëtime të gjata, mund të jenë pak gjendje ankthi, po do ecin përpara. Fillime të reja, beson shumë te Zoti, në punën e tyre, në profesionin e tyre do korrin sukses, por duhet të kenë kujdes me shoqëritë, misit fallco. Rote fatit është në drejtimin e tyre dhe kundërshtarët, çka ka kundërshtar do largohen, do kenë nisma të reja, do ecin përpara dhe janë shumë me fat binjakët. Po në dashuri? Në dashuri do jenë mirë, nuk do kenë më pengesa binjakët që kanë pasur goxha pengesa, por do kenë stabilitet. Gaforja. Gafore duhet të kenë kujdes se do të tradhtohen, gafore duhet të kenë kujdes se do të tradhtohen dhe nga personat që i kanë besuar më shumë dhe nga krau i djathtë i tyre duhet të kenë kujdes. Do e ndjen vetëm pak të bllokuar, bllokime mentale, po do të shlirohen, duhet të kenë kujdes tradhtit, do kenë konkurrencë, shere debate, konflikte, mos marrëveshje, duhet të kenë kujdes se mund të kenë edhe një humbje pune, do shpenzojnë lek, gjëra do i kenë të turbullira, do kenë përsëri turbullira, po në fund fare do dalin dhe yjet, do të shlirohen nga këto pengesat, do ecin përpara. Më përpara i kanë marrë vendime të nxituara, po do kenë nisma të reja dhe do fillojnë nga zero, se do kenë një energji pozitive dhe gaforet. Po duhen të jenë të kujdesshëm se do kenë tradhti gaforet. Në partneritet apo kudo? Kudo, në punë, fat, dashuri, në biznes, në karrierë, në profesionin e tyre duhet të jenë të kujdesshëm. Jemi te Luani.
Luani duhet të ketë kujdes nga personat materialist, do jenë pak të mërzitur, sidomos për këtë javë, nuk do jenë të sigurt, do jenë pak konfuz, mund të ketë ngritje ekonomike financiare, do vi dhe koha e tyre, do marrin lajme të mira, nëse kanë bërë me projekte, dëshira e tyre do i bëhet realitet, energjit ose shumë thashë teme do i kenë poshtë e përpjet bota ecin përpara, janë një persona që punojnë po do ecin përpara, nëse një luan ka dëshirë për të bërë një projekt, duhet të ketë kujdes në projektet e tyre ose në punën e tyre, profesionin e tyre, se mund të bjerë edhe një manipulim, dikush do ta manipulojë. Ose mund të jetë diçka që i premton për një blerje shtëpie dhe në fund fare do dali që e ka manipuluar ose mashtruar. Duhet të jetë kujdesshëm luani, sidomos këtë javë. Virgjëresha. Do dëgjoj për një shtatzani ose është në një pritje të një fëmije virgjëresha, të një bebi. Dikush do i kërkoj të falur, nëse ka vrarë shpirtërisht do i të kërkoj të falur, do bëj udhëtime të gjata, ka qartë ka lotuar, disa diku janë prishur planet, po përsëri do ngrihet, dikush është larguar e ka lënë të mërzitur, do gjykohet për marrëdhënie që ka një pozicion të mirë. Kërkon të drejtën, do dalë fituar në gjitha drejtimet, punë, fate, dashurie, profesion, shumë e prerë në çdo vendim që do marri. Ngritje ekonomike financiare, do ketë ndryshime, do i ndryshojnë gjërat si në punësinë e dashurisë në familje, do ketë një transformim. Do jetë një fundi një epoke të vjetër dhe do rilindë një epokë e re. Por një virgjëresh është në transformim. Po gjithmonë për mirë dhe në dashuri do jetë mirë. Jemi te Peshorja. Peshorja ka kaluar shumë situata të vështira, shumë pengesa në jetën e tyre dhe për momentin është në një situatë të vështirë ose një moment të vështirë, po do dalin nga situata. Ka të bëjë me personat që janë xheloz, janë super të mbingarkuar, kanë një mbingarkesë, po mos marrin opinione të tjerëve, kanë një karakter të fortë, një intuit të fortë, duhet të japin korajë vetes, duhet të japin forcë vetes, me një vendimmarrje do marrin një vendim. Çështje institucionale, nëse ka të bëjë me këshillet nga persona të mëshuar, do ketë stabilitet, me një vendimmarrje do marrë një vendim. Fejesa martesa tavolin ditlindje do gëzohet, nëse është në pritje disa lajmeve, do marrë lajme të mira, do ketë një ngritje ekonomike financiare dhe do vi një kohë që virgjëresha mund të ketë biznesin e vet. Por dhe Peshorja, në syri keq. Peshorja. Jemi te Akrepi. E të gjuat ju peshorët, fejesa martesa, kështu që bëuni gati, një fati mirë po ju vjen. Ose i keq, po gjithsesi fejesa martesa është sigur që do keni. Akrepi duhet të ketë kujdes se ka pasur një lidhje ndao bashko dhe shumë zemërthyer. Akrepi shumë mistik. Këtë javë, në bandë sekrete, mistere, duhet të ketë kujdes nga personat negativ ose personat mistik. Mërkuri mund t'jap pak rëndet psiqike, psikologjike, do e kapi situatën në dorë. Do përballet me persona që do e kenë mundësinë për ta ndihmuar. Një lajm do e marrë të mirë, një lajm do e marrë të idhur, do marrë lajme të mira nga ana financiare, do jetë e kompletuar, nëse ka të bëjë çështje ligjore ose çështje institucionale, do stabilizohet gjërat. Ndashuri duhet të ketë kujdes, biznesin e tyre do ketë mirë.